Përshëndetje të nderuar dhe mirë se erdhët në Menderiush. Ky është transmetimi i fundit i këtij emisioni pasi jemi në luftë. Ose jo. Megli e dashur. Më thuaj Denis. Patriotë të nderuar, çuna. Amerika dhe Izraeli sulmuan Iranin dhe me sukses u vra i Kameni, lideri supremi i tyre, në misionin që quaj Epic Fury. Si është në Shqip? Tërbim epik. Po. Duket si filmi i radhës i Drilon Hoxhës. Tërbim epik me Drilonin. Drilon, po e bëre vërtet? Na mirë në kast. E pe që e kishin hedhur atë me atë këngën e Makarenës? Nuk e di, po nuk bën sens shumë Epic Fury dhe tani ata imagjino të gjithë të çonë dhe thënë hey, Makarena. Bomba. Makarena. Po dhe Irani nuk ka ndendur pa bërë gjë, përveç atyre sulmeve deri këthe nga Qipro, është shumë fort edhe në Twitter. E ke parasysh edhe shkruaj provojni dhe një herë është bërë kështu Irani. Bjerë dhe një herë ta shikosh. Më pëlqen që kanë kohë edhe të bëjnë tweete. Po, ne. Të bë dhe retweet ai njëri tjetër. Unë vdiqa me atë liderin e ri të Hezbollahu që nga Libania i tha kështu tani fillojmë të luftojmë për krah Iranit. E vran për 10 minuta. Për atë ngarë, më shumë keq për atë ngarë, do të thënë. Okej, përdhunuese kështu ishte e meritonte të diste, por ndoshta mënyra ishte pak kështu se u bë kështu si kompetent, folim më. E më të ishte shumë i lumtur. Ishte tani luftojmë për krah Iranit. Pastaj Makarena. Unë çdo ditë në mëngjes, sot do të një ditë e bukur, s'është kurrë. Po e di kujt i duket e bukur e gjithë kjo? Edi Rama është kënaqur shumë në Twitter me këtë gjën. Domethënë përveç se ishte solidarizuar me gjithë këtë gjën, edhe kishte thënë se edhe ne na kanë bërë keq ata qelbësirat e Iranit, deshën na prishin internetin një herë. Se është e njëjtë, e ke parasysh se këto masakrat apo këto sulme terroriste, domethënë sipas Ramës, nëse këtë sulmi nuk do ta bënte Trumpi apo ai Netanyahu, do ta bënte Kedhi, një shoku im që luan LOL. Mërzitet shumë edhe ai që prishin internetin. Po përgatitemi edhe ne për luftë, Counter Strike, LOL, jemi gati. Më thëti, çfarë ishte ajo? Katëror. Që çuna që luajnë Counter Strike tani që janë gati ore. Po se shkoj, jemi në luftë nëse Rama thot ne. E pe atë postimin në Twitter ja mund ta shkojnë këtu ndoshta. E thoshte ne dhe bota e lirë kundër mullahëve të Iranit. Edhe ironizonte i çik Berishën që ai lufton me koshat. Po thot ne. Është si këta tipa që i merren kalçeto kështu portier rezerv, që s'luan asnjë pi birra aty te porta, e kur mbarova i kemi bërë lojë ekipi jo, është edhe Rama kështu është. Nuk do të imagjinoj meshkuj shqiptar që shkon në luftë. Pse? Të dhimbse? Jo, po thjesht janë këta që nuk domethënë i jep shkëlqysin e buzëve se nuk kthejnë një mesazh. Imagjino ata duke luftu që janë gjithkohës duke luajtur Counter Strike, nuk ka sens. Nuk është lufta një lojë. Jo, as shkëlqyesi i buzëve një meshkuj të dashur. Po, e di që më çudit mua, jam veshur si general sot. Më çudit. Domethënë thjesht më bën shumë përshtypje që Rama është fiksuar keq me këtë skenarin e një politikani 80 e ca kusur vjet që vritet me një bombë. E ke parasysh, nuk e di pse çaj kujton. Kurse për shembull natë Maduro nuk është se u fiksua shumë. Berisha nga ana tjetër i pëlqeu shumë ajo. E ke parasysh ideja e një kryeministri që arrestohet në mes të natës me tuta sportive? Po len të flasë subkonscienca lidera tanë të dashur. Shumë freudiane po bëhet situata. Për ju fansat e vegjël të Andale që nuk e dini kush është Freudi, hyni shikojeni sot, injorojni atë fiksimin e tij me mamin. Dhe dije do shkoj aty. është i mirë. Po, jo, me vërtet, kryeministri jon i dashur ka mbledhur edhe kryesinë e PS-s. Dhe po ta lexoj si është shprehur, të jemi të përgatitur për çdo pasojë ekonomike që mund të prodhoj lufta në lindjen e mesme. Domethënë e diskutoj këtë me të gjithë ata njerëzit që s'do kenë asnjë pasojë ekonomike. Ne do jemi të vetëm që do kemi pasojë ekonomike. Shumë asaj keni rrogën, nuk e di. Me do ulet, do përgjysmohet. Iko. Domethënë përveç Ramës ka që entuziast, duhet dhe Dalina. Janë të dy gafore. Ne më ndruam edhe atë në ministrin e mbrojtjes, Piku Piroja i shkret. Nga që ishte shumë sweet, ndoshta ishte me syze, ishte kështu si djalë i mirë dhe ndoshta na duhej në një Piro Çako, po. Piro Çako ishte ministri i mbrojtjes. Po se shumë i mirë me syze edhe kështu Piro Çako më vjen. Fak i mirë sa i Piro. Po në shkur. Oh? Vim? Këto që s'duken gjithmonë. E mo.
Këto vendosje ti kështu ministër mbrojtje nëse do ta kishe ti në dorë për shembull. Ministër mbrojtje. Përveç Pirro Çakos, qartë aty. Po pse? Po Do vendosja atë tipin Big Brother, ç'është ai që shan nga motra të gjithë. Rogertin? Ta i vinë ato raketan. Është shumë interesante. Po është interesante se atë prap duket sikur ka një super fuqi, nuk e heq dot nga asgjë, është shumë i vendosur. Unë se një fare ko theme. Mirë bën, se thjesht do prishje ditën tënde. E di që kemi një kamp iraniane këtu, andaj nga anët e tua afër Durrësit. Oh? Janë këta opozita e këtyre. Jemi të rrezikuar ose jo. Si ndihet një grua në këtë situatë, ndërkohë që burrat e të shmendur po luftojnë po digjen e shkulin mjekrat njëri tjetrit. Gratë krije. Gratë. Po më se, unë e mendoj shumë poetike, e mendoj që do rria në dritare dhe do prisja për burrin tim të kthehej nga lufta, ndoshta më dërgonte ndonjë letër dashurie, me që në kohën që jetojmë nuk ka romanticitet, ndoshta kthehej me luftën. Jo, Shote Galica e. Unë kur jam pa xhaketë dhe nxjerr krahët ashtu ndihem. Protestat më të fuqishme që janë bërë i kanë organizuar gratë, domethënë 2022-shin, 2023-shin. Nuk e dia më ka që folëm dhe herën e shkuar në që jo gratë do protestojnë, jo me sa duket e bëjnë, po protesta për e vërtetë jo kështu hashtagje. Dyshoj që ndihmojnë ato hashtagjet. Unë nuk e di apo solidarizohemi vërtet ne apo jemi aq shumë larg sa nuk po na plas trapi shumë. E thjesht po e bëjmë për kështu. Mendoj që është kjo e dyta. Ose ndoshta me njerëzit nuk e ndjej për shembull. Ti je më i informuar, po nuk e di. Unë jam informuar, po nuk rri shumë me njerëzit. Fatkeqësisht. Ndoshta thua mund t'i ndihmoj me një hashtag? Nuk e di, dyshoj. Në Twitter po bëhet gjithë kjo? Ti komentojmë Iranit për shembull? Në Twitter, ik pirdhu Iran. Studio me Nderiush mban qendrim ndaj Iranit. Qetësi. Mjaft Iran. Baroj lufta, ja ka ishte. Retweet. Megli retweeted this post. Lufto, Megli, luft. Të merr. Por është kaos kudo, gjithandej. Po në shtëpinë tuaj s'ka pse tjetë. Zgjidh një Hagen nga Electromagic. Gjithë punë, në fakt. Paqe. Dhe për ta diskutuar këtë temë siç duhet që është kaq delikate, kaq globale, ne nuk kemi marrë kështu analistë si këto mediat e lodhura ne kështu në shqiptar nga Leskoviku. Ne kemi marrë një Amerikan dhe jo një Amerikan çfarëdo. Qytetarin e parë të Amerikës, nuk mund të jetë këtu fizikisht, por në një linjë telefonike të paktën, presidentin e Shteteve të Bashkuara, zotin Donald Trump. E di pse nuk mund të vinte ai Denis, sepse nga që është shumë portokalli dhe nuk i shkon studios ton blu. Është i vetmi njeri që është portokalli në të gjithë muajt e vitit. Di shqipaj. Se i ka me numrin. Tani unë do t'i telefonoj që ta shikoni se mendoni që më pëlqen zemra portokalli. Hello. Përshëndetje zoti president. Yeah, who's this? Denisi më jam. Oh, hello, Denise, because I'm right here with Marco Rubio. Okay. Hello, Mark. Hello, Donald. Hey, Mark, say hello to Denise. So we're ordering pizza right now, so do you want to eat some pizzas with us? I'm sorry, Mr. President, but I'm having my late night show with Megli. It's Megli with me here. Megli, say hi to... Megli, would you like some ravioli? Ka qef gratë vdes për gratë. Ravioli. Yeah, Melania makes excellent ravioli. Oh my Se kjo e god. fleta të gjuhën e ushqimeve që folëm ja 2 pjesë më parë. Ravioli ç'është? Tani, se unë e di që ti di pak shqip, zoti president. Yeah, I'm a little busy, but I can talk a bit, yeah. Shumë të faleminderit. Tani se ne jemi e tanë tash, ti dërgove çupën këthe, ajo angrin te Pelen. Jemi u bëm kështu të bëj një pyetje të parën fare. Jemi si Menderiush bythe brek. A është kjo lufta në një shpërqendrim për të hequr vëmendjen nga ai skandali aty i Ishullit? Nuk e kam fjalën për jo për Shazanin, ë? You're gambling with World War III. Kjo s'ka lidhje fare, okay? Kjo s'ka lidhje fare. Qofse ne nuk do i binin, ata do mendonin që do i binin dhe do na binin. Kështu që sa të na binin ata të mendonin që po na bin, më mirë t'i bin neve, okay?
Okej, besoj. Ti e di, tani që ka, nuk e di ti i ke dëgjuar këto Barsaleta, se ti kam thënë unë edhe Bleona Qerreti, këto që italiani, gjermani dhe shqiptari që fiton gjithmonë shqiptari. Si ndihesh që ke mbështetjen e plotë një aleati kaq të fortë si Shqipëria? Well, po të mos ishte për Shqipërinë, neve nuk do ja dinim dot, you know. He's a big support. I love him. I love it. He's a great guy. And ai më ka thënë që mbas Sezanit po të ishte merr edhe Karaburunin, merr edhe Saran. Edhe Karavastan. Moisaran. Everything we had to do with those dick places, you know, Karavastan, Karaburun. Po, kur vedesh. Apo Yeah. Also, it's a beautiful place in Sayanda, which is called Digvich. You know, I cannot spell it. Po, vek për Karvicin e ka. Yeah. Vdesin turistë. Would you like some fulfilled papers? How do you call it in Albanian? Fulfilled papers. Letra mbushje, si është? No, spetsanmush papers. Peppers! Është fan si gastronomisë shqiptar. Na domo, na ka shumë qef. Se kemi fjalën të shpecat. Donald. Yeah. Ne jemi. Yeah, you can call me Naldi. Naldi, po. Naldi. Se me që jemi kështu, po ja për shembull nëse nafta jon do kishte ndonjë farë vlere, do ishim shok akoma ne? Of course, but unfortunately your oil does not work, you know. It's too crude. Shumë i trash, shumë i zezë. We're gonna make nafta great again. And do gjejmë naftë tjetër. Do e gërmojmë Shqipëri, ose do e gërmojmë Greqi dhe do e nxjerrim Shqipëri, ose do e nxjerrim Shqipëri të gërmojmë diçka tjetër. We'll find out. Marko, po merret Marko me këtë. Marko merru me këtë, le picën. Tani një pyetje kështu, nëse politikanët shqiptarë do ishin pjesë e ushtrisë tuaj, çfarë pozicionesh do kishin? Për shembull, Sali Berisha, ç'është pozicion do kishte te ushtria? Unë do i fusha rresht parë gjithë. Do i qojnë Iran dhe do i shihnin aty se kush është vërtet luftarak, kush e ma plumin, kush është i pashkatrushëm. Labaj duket kur e mban. Nuk e di për Labaj, por kam përshtypjen se do ndryshonte gjithë formacioni i parlamentit dhe nuk pëlqen ndryshoj ka shpejt. Paktën po s'mund tek muska pse ndryshon, kupton? Melania. Pyetjen e fundit. Tash pak sorbeto Melania. Zoti president, dua Presidenti është Megli, e dëgjoni? Më dëgjon? Po e dëgjon dhe Melania, kështu që mos provoko. Jo pa merak. Ka i natë shumë treshet. Doja të bëja një pyetje të fundit. Po jam i martuar, është vërtet. Kalo ke pyetje tjetër. Okej, te para fundit, para këtë fundit po e heq. Pasi të mbyllet lufta me sukses, a do ndërtoni një Trump Tower në Tiranë? Mbi Sahatin. Po, është e vërtet do ndërtoj një Trump Tower në Teheran. And it's going to be huge. It's going to be very beautiful, you know. Glassy, shiny hotel. Trump Tower, Teheran. Na ngatrojmë në Tiranën. Tiranën po thonim ne po. Tiranë, jo, no more place, nuk ka vend më në Tiranë. Maybe Rogozhina. Një kull në Rogozhin. Kull në Rogozhin, Trump Tower në Rogozhin. Do ishte mrekulli. Zoti president, të falenderoj shumë. Mi përqafo të gjitha ande, mi përqafo fëmijët shumë. Yeah, you're sure you don't want some ravioli? Jo, se kështu dhoni ju edhe pastaj, jo hot dog, jo akullore, I dim në ato ushqimet tuaja. Okay, see, I have to press a button to push a bump. Kush emision ka bërë këtë telefonat me presidentin e Shteteve të Bashkuara? Nuk e di. Nuk e di çfarë do ndodhi pas kësaj. Do kemi ndonjë të ftuar. Ftuar. Vare. S'ka më rëndësi tani. Mirë, tani kthehemi me rubrikën time të preferuar, me lajmet e javës që ne kemi quajtur Friendly Fire. Këtë herë nuk do kemi lajme nga vendi Megli, do kemi vetëm kështu nga me që jemi në një periudhë shumë të vështirë botërore. Do t'i lexoj unë, janë shumë pak. Bill Clinton është shprehur që nuk e njeh vajzën e fotos në pishinë. Bill Clinton një moment më vonë. Cristiano Ronaldo largohet nga Arabia Saudite pas sulmeve. Para se largohej është shprehur. E tha dhe kjo. Djali I liderit suprem të Iranit kërkon kurë ndaj impotencës.
Urojmë që raketat iraniane të kenë të njëjtin problem. Sa dhe po vdes për të ngrënë ore. Po si më po flet për të ngrënë, prapë, çfarë hëngre? Ndjek shumë energji kur duhet të zgjidhësh gjithë hallet e botës. Sa e pe gjithashtu fund luftës me Englin. Okej. Vërtet. Do? Dua, po do t'i ha pastaj. Kam shumë larg. Më lini ndërkohë që unë mbështille me këto. E kështu të nderuar, kështu, ja, tani do kalojmë në një pjesën e preferuar të Megdit, se kjo i ka qefta të ftuarit. Edhe kemi këtu me ne një komedian, një aktor, skenarist, aktivist, piktor, ose si që një mami, polici portokallist. Flor Binaj. Një mbroma. Mbroma. Megjithëse varet nga orari po na shohim, mirëmëngjes. Përshëndetje. Amerika varet për sa çfarë bie. Përshëndetje, natën e mirë disave. Po në YouTube jemi. Si s'bëjë kështu. Ore, kjo pjesa e polici portokallist të bezdis akoma kështu si? Jo, pse unë të ndjek ama si gjë. Më ndjek sepse nga shumë personazhet që kanë bërë në Portokalli në 18 vjet mbi 140 që kam numëruar. Bana që. Po, aq mbaj mendun. Edhe është ajo pjesa që identifikon më shumë me mua. Dhe më vjen mirë për këtë gjë, sepse nga gjithë vitet që kaluan me Kolën, Kola ngeli po i njëjti, Kola s'bëri kompromise me mafjen, me paran, me shumë gjëra, ndeti i thjesht me këmbë tokë. Me atë budallikun e vet, të lezetshëm. Po gjithë polic gjithë striptiz. Që e vetë shëron, po. Kola yti për jetë. Ishte tamam një koli për jetë. Çfarë bësh? Shumë e çuditshme që të kemi në studio dhe nuk është muzika, do ta them gjithë ditën sot. Ajo satisfaction. Po, satisfaction. A po luhet në kokën time vazhdo. Po luhet, mund të bëjmë një kështu të tre. Hajde. Edhe bëjmë reels edhe vendosim në Instagram kështu. Po, në Instagram. Instagram do të shë syze tënde tani për këtë. Sa të shëjmë në. Ore, ti nuk rri me syze, i ke vënë sot që dukesh më inteligjent. Jo, kam që nga shtatori kam një problem me këtë syrin e majt, më rëzon me të djathtin, nuk flasin bashk. Edhe janë shajt keq, domethënë shërri mollë muzikën da u fut punën me molotove. Shumë keq muhabeti dhe ka një problem këtu nga afër tash. Nga ngel hatre dhe nuk do me pa. Ky shef vetëm larg. Edhe punën e këtij që do të shohë afër bën ky tjetri dhe jam detyruar me vus syze. Plus sigur arrit 40, kur hyn ke 40-çe, ndodh një gjë shën filan i lart, nuk e di kush është universi, ka një automat edhe pyet. Vajte e 40? Po. Messi, syni, kjo ajo. Ma ka thënë një miku im që shkruaj 42 vjet, atë tha çdo ditë zgjohesh me nga i dhimbje të re. Po. Është vërtet? Është vërtet, domethënë flë në darkë je i lodhur, po kur zgjohesh mëngjes je më i lodhur se ç'ke flet në darkë. Dhe ti duhet të punosh gjithë ditën, të lodhesh që të jesh më pak i lodhur në darkë, që të çosh prapë më i lodhur në mëngjes, është një rutinë kështu e përditshme, po që ja del. Ha më di se je e re edhe. Jo më po thjesht sytë e bukur, gjithmonë kam probleme, se edhe un kam syze, edhe un kështu e kam, një pasiv, një aktiv syt. Sytë e bukur pra të trej këtu me sytë bukur, po e flisin në fakt në këtë. Ai e epsh këtu i gjallë. Gjash syç. Ajo harroj që të bëj pyetje ma di, shkon. Po faj se është përqendruar. Po faj se nuk e dini çfarë nxehtësia është në studio. Mirë që jemi të nxehtësia. Po u zgjedh dhe veza. Pra, ka kërkuar ndonjëherë gruaja jote të vishësh si polici portokallist për të bërë gjërat më pikante? Jo, e kam bërë vetëm këtë pa kërkuar. Madje më pëlqen të bëj surpriza, kështu. Ç'faqim në herë për shkak, po shkojmë në banjë dhe mund të rri kokën. Ja, kur dal nga banjë dal si polic, kështu. Edhe Ku i qerosi? Pse ta kërkojnë gratë gjithmonë këto? Edhe mua më çmendë, shiko. Ore të di që dua të bëj seks njërë si Denisi, është çmendë. Po pse ti si bën? Jam gjithmonë dikush tjetër, ose shmi se po vjen burri. Ti e gjithmonë që e lën një dritar dhe një derë hapur, kështu që pastaj me palosit. Tak, i vesh në katit. Merre. Ore se, ja, jo vdigja ja. Tani Është shumë e vështirë të jem pjesë e këtij emisioni, u vdes qesh. Ti qesh që të mos vdesësh, se e qeshur e zgjat jetën. Faleminderit, ti më kupton. Atë kërkoj një ti bësh për të qeshur gjithkohë, që tu bësh karaktere. Po, kërkojnë zakonisht tani ka zbrit ke fëmijët.
fëmijët nga që vazhdojnë shohin YouTube, shohin skeqe tjera me radhë, edhe kërkojnë, kur shohin mua i paveshur si personazhi, kërkojnë të bëjnë atë lidhje Shkon të mbledhin me prindërit. Po, kur shkojnë takim me prindërit, shohin kështu, qeshin herë, pastaj shohin seriozitetin, trëmben, pastaj kujtohet prapë diçka, qeshin, pastaj trëmben prapë. Po, është një gjë që mësohesh si çdo gjë tjetër, edhe kur të kërkojnë të dalësh një herë në foto. Për shembull, kur jam me familjen, mua më pëlqen të mbaj 3 kalamaj të hopa, për sa kohë kam fuqi ti mbaj, se janë bërë akoma mbi 50 kg. I mbaj një këtu dhe një qaf. Mua mba babi akoma. Edhe dhe ku bëj xhiro vjen dikush të thotë për shembull, të bësh një foto me çonin tim. Po jam me familjen, them, po zbriti çiro, po them. Po çfarë kjo më bur zbriti çka i kam unë këtu, thashun. Kumrie. Edhe Borx. njerëzit duhet ta dinë që komedianët janë njerëzit më serioz në botë. Por ajo që bëjnë është puna. Kjo s'do të thotë që robi duhet punoj gjithkohë 24 orë, pra edhe kur është Atë ta kisha shkruar. Ja shikon more, po ky njeri është komedian për vërtetë. Se kur mi thashë dy njerëz që do kem të madhin Florbina këtu. Kështu do themi për gjithë që do vinë. Edhe vaj Flori po si serioz, ai po kështu si serioz, nuk e di ç'ishte kjo, edhe unë për këtë do të thoja, a lodhen ndonjëherë komedianët me këtë pritshmërinë, nuk e di ç'a i ndos. Po ka njerëz që lodhen, ka njerëz që e përballojnë. Unë deri diku kam filluar të them dhe jo videot e fundit, sepse bëhet vërtet ndonjëherë e bezdisshme. Sidomos gjatë pushimeve verore. Edhe unë po e ndija që jam vetëm kaq i famshëm. Madje njëri më duk sikur po mbytej dhe shkova me not, ju ofrova se dhe kishe dori celular. Edhe i thash, a je mirë më? I thash, nga që isha më i gjatë e ngrejta, rrofsh herë, hajtë bëjmë i foto. Jo. Po mirë, unë do të dal nga deti i momento, por mos rreziko me umët për të bëjë foto. Rrofsh. Vazhdoj derisa doli. Kam bërgas. Nëse kjo histori nuk është e vërtetë, se telefonin s'më ta mbash në det. Po më mirë të thonë hajde bëjmë një foto se sa të thonë për shembull na bë pak për të qesh. Atë ndodh për shembull tot kamerierë jashtë. Përshëndetje si edhe na bësh pak për të qesh. Po, më thotë ajo për shembull, edhe unë përgjigjem zakonisht pyes ç'a profesioni ke? E thotë ai për shembull, punoj në bankë. Na hapi kredit. Na boca lek. Na boca lek, na. Po jo se atë pa e thash, ajo është punë. E jote është punë dhe ime. Dimoni pyes për shembull për zanatin që kanë. A nuk çka ka bërë atë me Laj Marangos na bëj dollap. Marini e ka bëj pari. Mema. Jo. Orhanas. Marin Mema e ka bo serbe, kufi. Dhe atëherë përdorin gjithë. Kush është personi më i vështirë, për shembull që ti ke vështirësi për ta bërë për të qeshur? Babi. Babi im është tip që nuk shprehet shumë. Edhe përveç se kur gjon sa në emër dhe aty çan, domethënë aty e mban gjithë vitin, edhe pastaj aty shpërthen. Po është gjithmonë kështu, edhe kur bëja ndonjëherë një numër kështu që çoj publikun këmbë të duart rokite, kështu dhe me radhë, kthehesha nga babi. Hamu ba. Babi kështu. Po në shtëpi për shembull, e bën për qeshur, ja del. Po ka raste që edhe qesh, po në përgjithësi është shumë i vështirë për t'ju çbërë ai zhgualli. E kanë baballara shqiptarë. Seksi me cilëtet e dobët thënë. Ajo? Fal. Unë kam përshtypjen se kanë qesh më shumë dikur se qeshin më tash, ose ndoshta edhe ne kur bëhemi më bëjmë çik më serioz. Jo, as pak. Vazhdoj kënaqen qesh. Unë për shembull e kisha shumë frikë tash do të jenë shtruar se kur takova ti bënja dy gjëra për të qeshur. Po reagove. Jo. Përveç telefonit tash në moment, Denis ta valla jam. E ti do thua kush? Edhe ky ishte po Denis, se jam po shkoj në vend. Po isha në një vend ku njëri po lante makinën, një tjetër po zgjej pse më zonë radhën që futën makinën e Florit, ai tjetri thotë ta bëjmë solucion pas solucion, dhe isha në telefon dhe me ty. Se do të bëja gjithë këto veprimet për një herë. Prandaj thash. A dhe zërin shumë serioz. Po edhe unë që e shalla nga plaka kot. Pas e mbylla. Po. Ja, përveç Florit. Ora, se tani të gjithë kanë pyetur për portokallin ty. Unë do të pyes për 2XL. A ke parë 2XL? Ai shikoj atëherë ku ishte në kampin tjetër, seriozisht. Shikoj. Si të është dukur? Pa diskutim, një pjesë e 2XL-s ishte lindur dhe krijuar nga portokallia. Kështu që normalisht je shef për të kuptuar çfarë gjë tjetër është duke ndodhur atje. Dhe për sa kohë kishte konkurrencë të shëndetshme, kjo ishte gjë më fantastike, sepse na detyronte edhe neve të punonim më shumë për të bërë gjëra më cilësore, dhe ata në krahun e tyre, në mënyrën e tyre, në stilin e tyre, për të bërë gjëra më cilësore që të shkëputeshin nga portokalli.
vitet e fundit, Ja, 2 vitet e para ishin shumë mirë edhe. absolutisht. Por të bësh humor këtu është një zanat tjetër zakonisht i vështirë dhe nuk e di pse fal rrjeteve sociale janë bërë të gjithë eksperta humorit, domethënë marrin vesh jo vetëm nga humori, marrin vesh edhe nga ginekologjia, marrin vesh edhe nga qumshi i gjirit, marrin vesh edhe nga ndërtimi. Domethënë e kam thënë me qindra herë dhe vazhdoj ta them prap, ka ngel vetëm që të hyj në një sallë të operacionit, i thot doktori, po pse më kështu operohet fjalën, çfarë bën kështu? Kështu çad, si të gëshon këtu, si të gëshon këtu. Oh, fal. Na, merr kështu. Edhe ata që po iko Salsano tani. Kështu që E di çfarë doja unë, do ne kështu nga këto çajra që ta nxjerrim, që na thot Dalina e shitet të intervistën. Ça thuaj në kampin tjetër, këtë kisha kështu që kur ju shikoni ta kishin ai kështu që Ermalis, kurse njohim në një gjë kështu apo ku diun, ai Juli këtu ishte edhe dëgjoj, duke punuar në Portokalli, të paktën në këndvështrimin tim, unë kisha 4-5 personazhe javë për javë. Nuk është se ke shumë kohë me diskutu si ishte filani, si ishte fisteku. por jo të gjithë ishin si ty Flori. E di, por Kishin shumë kohë. në përgjithësi mua më pëlqen më shumë të punoj se sa të flas, edhe E vërtetë është. konkurenca unë them që bën vetëm mirë të gjithës, edhe sa më shumë larmi në konkurrencë të ketë, aq më mirë bën sepse kanë mundësi njerëzit me u duk gjithë dhe me kap gjithë secili atë publikun e vet. Po. Mu motivuan të gjithë atëherë edhe nga Po, nga diskutim. pala juaj, u bë kështu se Po kishte luftë. diskutim se edhe monopoli nuk ka lezet. Ti ke një pyetje shumë bukur, e di unë, e di. E pa bëngat. Po më thoj kështu. Kur do marrosh Ti se diçka më këtu. Më kanë thënë që kam një shikim kurioz, një oqean të tërë. Një çani. Kështu shikoj. Po gjithsesi po e kam. 20 vite rikoshet. Po. Çfarë do veçoje në këto 20 vite? Urime çuna. Unë do veçoja faktin, faleminderit. Do veçoja faktin që kur e kujtoj më duket se u ka filluar para 2 javëve. Domethënë është një njësi matse për të kuptuar sa shpejt ikën jeta. Dhe që nuk duhet ta çojmë dëm, dhe kur shoh dhe fëmijët e mi që po rriten kaq shpejt, them ka shpejt që kam rrit edhe unë, se më është duk ajo fëmijëria ime sikur ka zgjedh 30 vjet fëmijëria smaro, domethënë. Madje kishte ditë ndalonte kalendari. Vazhdoni. Por ishte 9, vazhdoni. Dhe më vjen mirë që në 20 vite, bashkë me gjithë bashkëpunëtorët e Rikoshetit, kemi arrit lëmbëresa të mira, kujtime të mira, ka njerëz që për shembull thonë është habitshme sot vjen dikush për shembull me fëmijë në dorë, thotë unë kam një gjuhë ty kur kam qenë fëmijë. Urdhëro? Aty kupton sa shumë ka hik janë gjithë këto vite. Por e rëndësishme është që na bën të ndihemi mirë që kemi lënë kujtime të mira. Pra në gjithë të botë të turbull, në gjithë të realitet shqiptar të turbull, ka qenë një 2 orësh, një 3 orësh në javë, i cili ka qenë një antistres, një detox nga gjithë gjërat që ndodhin. Kjo është gjë e parë që më vjen ndërmend. Jo, edhe unë kam qeshur, ndoshta është hera e parë që kam qeshur me një radio shqiptare. Ato ndërhyrje, sa personazhe. Edhe ne bëjmë kështu, kishim Trumpin që parë se dia. Me vërtet? Po. Ju mori? Ua. Apo e morët? E mora mos e kam numrin. Ta jap unë më vonë pastaj. Bravo. Shumë e mirë është. Inshallah hap ai vet. Ore. Tani kam unë një pyetje, ti se ti s'kam unë, ti s'kam unë këtu. Kjo është edhe e kam bërë shumë, është poetike. A do bëje ende Rikoshet, Florian, edhe nëse bën qitje në shenjë në politikë? Mendoj që nuk ka një ligj që e ndalon që një person që i përket jetës politike, qoftë si kryetar bashkie ose mini bashkie ose diçka e të ngjashme me këtë, jo më shumë se kaq. Ti do kandidosh përsëri për kryetar bashkie domethënë. Po. E ke ndarë mendin, do të jesh u vendor. Po sepse herën e parë nuk është se u ndërpret prej meje. Po. Dhe kështu që unë duhet këtë mundësi t'ja jap të gjithë atyre qytetarëve që zëri i tyre është i padëgjuar, ku mendimi i tyre ose jeta e tyre në qytet është e papërkrahur dhe pse jo të bashkohen shumë njerëz që mendojnë si unë që kanë arritur këtu ku janë si puna ime. Dhe t'i japim për herë të parë kryeqytetit një grup njerëzish profesionist që dinë thonë dhe jo, që nuk janë aty për të grumbulluar vota, po janë aty për të grumbulluar aftësitë e tyre në të mirë në shërbim të qytetit. Kështu që për sa kohë nuk ka një ligj që e ndalon, po e dëgjoj tash këtë ai Pashaj, nesër Ka fjalën thua. Kush është Pasha? Domethënë e ke ndarë mendje, do kandidosh në 2027. 2027 është apo? Qof se do bën 2027, tash nuk i dihet Do çfarë bëhen, ndodh ose- se me këtë luftën që po ndodh në Iran nuk Do e bëmi di.
Nuk e di, duhet të qëndroj me Twitter të Do bëhet kryetar bashki, unë s'do votoj për Florin sigurisht. Nga ju votoj po Gradec. Po është një ligj që ti mjafton të marrësh një shtëpi të dy. Ska thirr nga votat tona. Merr një shtëpi me qera në Tiranë 30 ditë përpara dhe quhet vota. Me vërtet? Ky është ligji, po. Nuk kam shumë kohë që rri me qera në Tiranë. Po vin me mira, me 10 mira nga të gjithë rrethet, bën një kontratë fiktive sikur jetojnë në Tiranë. Oho, shko ku e ka fjalën. Duket unë që s'marr vesh nga politika, po godet tani. Ne kemi goditur këto ke Piranjat, prandaj. Me vërtet ne mund të votojmë këtu, ë? Po. Më mori në i vot Arlin Qori. Na që pare. Ani unë kam kryuar edhe një kështu me që dolim të Piranjat, do bëj një pyetësor shumë të shpejt. Një piranjë si Flori. Po. Jo me në një konotacion kështu, unë thjesht kam kërkuar ato stereotipet e piranjave dhe i kam bërë këto pyetjet kështu domethënë. Një piranjë me dhëm të mprehtë si Flori, kë politikan do kafshonte të parin? Pa diskutim, peshkun i cili ka qenë gjithë pjatën. Marrë nga ditët tona. A është tutimor? Po ti s'po e kupto? Ku është shifni ju? Sepse është i vetmi peshk që thotë që unë qelbem nga bishti. Një piranjë me nëfulla të forta si Flori, çfarë lufte apo kauze nuk do t'i ndahej lehtë? Për mjedisin. Sepse Do si gruaja time. ka një mungesë vetëdijsimi në shoqërinë shqiptare për mjedisin, sa të lidhur jemi ne me mjedisin. Me hedhjen e plerave. Sa që jo vetëm hedhja e plerave, janë shumë gjëra. Domethënë lumet tu janë taksi plerash, për shembull, që ti vërja emrin si duhesh lumit, Lani edhe merr Lani edhe i çon vet. Është shumë e vërtetë. Edhe me të njëjtat plera që ti hedh atje, shkon pastaj bën pushimet verore atje. Paguan dhe 400 euro nata për shembull. Ne si bëjmë këtu? Dhe ndërkohë që shef ata që kanë bler shtëpinë atje ku ti ke marrë me qira 400 euro nata, shef tubon e atyre që janë atje, i cilat derdhet mua aty ku po lahesh ti, pra ti paguan X euro nata për t'u larë me atë që kanë shtyp ata ke galexhanti, për të mos fol pastaj për prodhimet bujqësore, për ato që ne ushqemi etj me radhë, edhe sidomos për plastikën. Një piranjë gjithçka ngrënëse si Flori. A do kursente në një mik apo koleg të vitër nga skandalet? Ja. Sigurt? Ja. Vjen keq e them. Edhe në një koleg kështu nga Portokallia. Vjen keq e them. Po çfarë ka bërë kush e mund të bërë? Ata s'ka bërë asgjë. Nuk kam edhe i parim për shkakun. Them për këta që pinë alkool me vetdije, që pinë, hypin dhe makinës me vetdije, duke ditë që janë tap dhe shkaktojnë aksidente. Unë them që këta duhen taksuar në spital dhe nuk duhen marrë përsipër, po nuk pati lek, sepse ne i paguajmë nga taksat tona, nga taksat të gjithëve, që ky të shërohet, të bëhet mirë, ndërkohë që ky me vetdije është kthyer në një qenie vetë shkatruese dhe shkatruese edhe për të tjerë, duke marrë dhe jetë tjerë në qafë. Vetëm se do të pinte alkool. Pra me vetdije. Mirë e ka në fakt. Një piranjë me super nuhatje si Flori. Ai nuhat me një këto dallaveret. Varet sa afër jetë dallavereve, duhet të keshin nuhatje të llahtarshme. Edhe ne kemi një grup gazetarësh të llahtarshëm aty që për mua janë heroj, si vajzat, si skuadër mirë. Sidomos vajzat që kemi më shumicë. Ato janë heroina, realisht heroina, sepse janë ndër të paktat në këtë realitet ku jetojnë, që dalin me fytyrë përballë të gjithë mashtruzëve, të gjithë pedofilëve, të gjithë manjakëve etj me radhë dhe nuk u trembet syri fare. Kështu që në moja prandaj se nxjerrun këtë. Nuk e dëgjoj gjithmonë. Do ta bësh në një kanal tjetër. Po ç'lidhje ka kanali? Po dim se çfarë dëgjoj unë, kështu nuk s'është marrë vesh nga politika. Shiko, po që thonë është shumë i mirë, pa kishte bërë në një kanal tjetër. Po ti e ke dëgjuar si kjo tipi që bosi serioze këtë e ke dëgjuar. Ai kishte bën në një kanal tjetër. Po, shpesh ndonjëherë përzin gjërat që s'duan me njëri tjetrin. Ne jemi produksion i jashtëm që prodhojmë dhe syri është i vetmi televizion që pranon mos ndërhy ke vija jonë editoriale, ke hetimet tona etj me radhë. Dhe ne jemi dakord me këtë gjë se kjo na duhet. Vetëm brava syrit është Qimpeka. E di kush është Qimpeka? Qimpeka ka për trup, ore. Po. Ja. Rri, Flori. Rri, merrni me llafe, ju kush është mbrapa këtij, kush mbrapa atij, çimi tak, hul këtu. Çimi mbrapa hekurave dhe instruktorëve të palestrës. Prandaj po them, mos u bëni me llafe, merrni me punë. Një piranjë që sulmon vetëm kur ndihet i kërcënuar si Flori, a lufton po aq pistët sa ai që po e sulmon? Normalisht duhen të
të mbarosh gjithë artillerinë e aftësive tua profesionale, artistike, mendoj, dhe në moment që loja zbret poshtë në lum, unë thjesht të them mos u merr me dikë, sepse Se u shko, unë kam dëgjuar që ti ditë u tregosh vendin njerëzve. Me çfarë? Të vitra kështu. Ja u tregon vendin, je kështu, je njëri që konfrontohesh, përballesh. po përballem nuk Me është i nuk i shkolege, bëj me njerëz kështu, je. nuk i shmangem asnjëherë këtyre gjërave, por normalisht përpiqem të gjej mënyra që artistikisht ata i vret. Po tentojnë të afrohen ama. Her pas here. Në fillim po. Po tani Jo, e kanë lënë jo. Po e kam pa që nuk e vle. dhe mirë bëjnë. Do doja të rria gjithë natën me Flori, po do puthemi jashtë kamerave. Jam kënaqur pa fund. Kaq ishte. Unë thasë tani Kaq. ishim në mes. Kaq. Bësh një pyetje për jetën, pse sytë e pyete, është një horoskopi e pyeti, Po që horoskopi nuk ishte shpeshore. Po pyet në një për virgjërinë për këtë seksi më të mirë në jetë dhe ta mbyllim. Do ta kaloj te studio tjetër për atë punë. Te kjo studio është pak më serioze. Nuk është tek Flori, kuqe. faleminderit shumë gëzuar vëlla. Edhe unë sa më falenderoj shumë, kjo është suksese, bota je ime, ha? Fantastik po. Faleminderit. Shumë faleminderit. Edhe shumë suksese dhe bravo Shumë faleminderit. që nuk prisni që t'ju vi diçka, po e ndërtoni. Po po, kështu jemi edhe ne, si ty, marrim vendimet vet. Nuk është askush pas Mos nesh. qesh more. Shko se beson asnjëri, ka futur të merren ajo. Unë ka pi barë, por për ne për qesh. Na kënaqi që rataj. Për Florin e kisha fjalë. Shumë u kënaqa. Shumë edhe unë. Mirë, tani do vazhdoj me një rubrikë që ju të gjithë e dashuroni. Shpresojmë. Në vendin e gabuar. Me Denise dhe Megli. Në fund. Namaste. Hi. Sot do të flasim për një praktik të lashtë indiane. Indianët që tundin kokën dhe nuk lahen. Jo ata tjerë që këndojnë heja, hoja, heja. Bëhet fjalë për yoga. Yoga është për ata që kërkojnë elasticitet, balancë dhe diçka më të lirë se pilates. Për t'u bërë gati, duhen 2 gra që të veshën një sutien extra small. Tani isha gati. Në fillim mësuam një teknik të vjetër muratorësh, shalatulla. Gjatë shalatullës, vura re një grua që na shikonte përmes një dimensioni tjetër. But is a woman here in Skype, I guess. I don't know. Do donim ta kishin fokusuar, por kameramani nuk di anglisht. Se kapi. Megli po ja merrte dorën. Një lloj edhe unë. Afër kisha një human të vogël shumë posesiv. E di që është nga ana tjetër dhe nuk e kupton. Kjo pamje është kaq e lezetshme sa kush e shikon, nuk është më i njëjti. E gjora vajz. No. We're always ready. We say yes to life. Yes. Pavarësisht lodhjes, mësuam që duhet të thuash po. E çuditshme pasi nëse është kështu, pse quhet yoga në vend të poga? Belly comes off. Ja dhe momenti kur mendova këtë shaka. Poga. Në yoga do të rrahin, Fajtoria. do bëhesh konfuz. Por ti si burr, ngri sutienat dhe vazhdo. Lark. Ama jemi kënaqur këtë herë. Do vërtet folëm për luftën, ato vdekjen e atyre të pafajshmeve. Ama u kënaqa. U kënaqem mama. Ua, shumë. E po na qetësoje presidenti dhe Flori. Me Florin bëre foto. Me Trumpin kur të vi. Me Trumpin kam frikë se më ngeli insistoj te raviolit, duhet të hap fjalorin, të shoh çajin raviolit. Do ta them unë pas. Okej. E po, na mbaroi kjo shishe, ne pas kësaj unë them ikim te vena edhe degustojmë në i verë të mirë. Jam shumë dakord.
Kështu e be. Super. Ndërkohë ju, natën e mirë. Ose mirëmëngjes. Unë që nis nga fundi.